Kujdes, asësim mos e lëshoni Gjermaninë në qoftë se keni këtë fiksion beshaj një gungë që do të përmeni unë e tasht. Bile do shpendoni që ta din të gjithë pasi që mund të lëshoni po mu këthy ma është problem. Keni fiksion beshaj një gungë në Gjermani dhe e keni paragrafin 81, abzac 3, zac 1, që shkrum këtu dhe në foto do të publikoj, nuk bën të lëshoni Gjermaninë. Por edhe ju të cilët e keni 81, abzac 3, që i shkrum në ty zac 1, pra zac 2 më falni, nuk keni të drejt prap të lëshoni Gjermaninë. E vetë një kategori që keni të drejt, pra, edhe që mendoj që du ta keni shumica pasi që kur t'jesh në rregull të takon, 81 abzac 4, kutia 3, pro pika 3, ku që peshini rreshti 3 në foto, kjo ja mundson daljen dhe hyrjen në Gjermani. Çka duhet të keni? Duhet të keni një pasaport valide për të udhëtu jashtë Gjermanisë, me këtë fiksion beshaj një gungë. Për ndryshe, nuk keni asnjë lloj të lashe. Me ato që i përmenda më herët, ka shku pro një vëllai nga Kosova, i ka shku pro bashkëshortja tasht frek në Kosovë dhe nuk e kanë leju më të kthehet. Për fat të mirë kemi arrit janë nxjerrur pro një fiksion beshaj një gungë 81 abzac 4 dhe ka ardhur prap këtu, por nuk do me thonë që çdo herë funksionon kjo metodë apo çdo herë i arrim suksesit. Për atë arsye ju them shpërndoni këtë video edhe bëni shumë kujdes. Unë ju përshëndes të gjithë dhe me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.